Vendosja e luleve mbi pllakët me emrat e familjarëve sikur u alargon pak mallin për ta, por qetësinë thonë se nuk po e gjejnë ndrisa ende nuk është ngritur asnjë padi për ata që kryen krimin. Pikërisht në përvjetorin e masakrës së Dubravës u kërkua që të hartohet një ligj për ta. Në Dubravës të vitit 1999, që t'ju mundsohet ishte të burgosurve për të dhënë dëshmi personale në Prokuroritë e Republikës pa pagesë, të ngrisin padi personale dhe të udhëzohen profesionalisht për gjenocidin e shtetit serb. Nga Dubrava dhe kryeministri në detyrë Albin Kurti bëri thirrje për hetime më intensive. Dhe nuk ka vend më të përshtatshëm për ta bërë këtë thirrje se sa pikërisht vendi ku ne jemi të fortë e gjallë, po kriminalet e luftës të çdo rangu dhe përgjegjësie duhen hetuar dhe ndjekur penalisht. Drejtësi për të vrarët kërkoi edhe presidentja e vendit Vjosa Osmani. Ajo tha se ata u vranë vetëm se u angazhuan për të drejtën për të jetuar në liri në tokën e tyre. Masakra e burgut të Dubravës ndodhi më 19 deri më 24 maj të 1999. Emrat e të vrarëve e të mbijetuarve u gdhendën aty si një dëshmi e asaj se çfarë ndodhi.